të gjithë ata që mbështesin këtë. Pra shumë interesante. Ndryshimi i madh, kapërcimi i madh, çfarë do të thotë kjo? Pra kjo do të thotë që çfarë do të prodhojë ky qendrim i ri? Në aspekt kjo qendrim i ri prodhon ato që. Se nga deri dje ishin te operacioni special. Sepse thotë, jo, vazhdoi operacioni special, sepse edhe lufta kundër terrorizmit operacion special është. Pra edhe në Çeçeni ata bënin luftë kundër terrorizmit dhe quanin operacion special. Por ama kjo do të thotë që e para kjo do të thotë që me terrorizmin ne nuk negociojmë. Sepse është doktrinë shtetërore që me organizata terroriste nuk negociohet. Dhe nuk do të kemi negocim për paqe me Ukrainën. Pra nuk do ketë më bisedime jo, bisedime do të ketë, po të gjitha bisedimet do të jenë si punë e kësaj të fundit. Pra do të jenë ultimatume. Ajo që u dha për 12 pikash, ai ishte ultimatum. Memorandum, po që ishte në formë. Ai ishte ultimatum i pasur, pra kjo është të rinë, ato që ka kërkuar të riqni këto dhe okay, ulemi dhe firmosim pastaj. Bëjmë paqe. Lëre, merre ose lëre. Quaj si të duash, ajo ishte një ultimatum i pastër. Dhe në këtë formë do të vazhdojmë bisedën pra me ultimatume të tilla. Në rast se do të vishëtojnë, edhe pra është lënë me datë 30 qershor takimi tjetër, të shohim në 30 qershorin. Rusët unë jam i bindur që do t'i qëndrojnë ultimatumit siç pra, është thjesht një ultimatum. Domethënë, dhe ajo çfarë ka ndryshuar në këtë aspekt, pra, për vetëm që e quajtën terrorizëm shtetin e Ukrainës. Pra kjo do të thotë që ti kur e quan terrorist një shtet, do shkosh drejt shbërjes të atij shteti. Pra këtë paralajmon. Absolutisht. Pra u quajt shtet terrorist, pra shteti i ISIS-it, një ofensiv. Shteti i ISIS-it u quajt shtet terrorist. Dhe u angazhuan në eliminimin e atij shteti. Apo jo? Pra Rusia tani më Rusia tashni më nuk ka më objektiv një operacion të limituar brenda Ukrainës, objektivi do të vazhdojë me operacion të limituar, por do të shkojë në zhbërjen e shtetit të Ukrainës. Pra nuk do të kemi një ofensiv totale në aspektin ushtarak për pushtimin e Ukrainës, po do të kemi zhbërjen e Ukrainës. Pra në rast se nuk pranohet ultimatumi, kjo do të çojë përveç rajoneve që janë marrë, pra me ashtu do të çojë edhe marrjen e rajoneve të tjera, pra duke nisur që nga Odesa e deri në Chernigiv. Aktualisht po përparohet në Sumi dhe kur të arrin të marrin këto rajone, siç i kanë marrë këto tjerat, të jeni të bindur që rusët do organizojnë edhe në këto rajone referendum dhe një njëjtë referendum, një njëjtë rezultat do dalë. Ato tre oblastet, ato tre. Po. Një njëjtë rezultat do jetë edhe në ato, pra që do shkojnë me Rusinë dhe automatikisht në këtë moment Ukraina zhbëhet më sepse në rast se Ukrainës i merr të gjitha këto oblaste, pra të gjitha këto rajone, atëherë Ukraina nuk ka më asnjë lloj vlere të qëndrojë, sepse nuk mund të qëndrojë me 3 rajone të tjera. Pra nuk është më shtet dhe s'ka më vlerë për askënd. Pra shpallja terroriste do të thotë që eliminimin e Putinit paralajmëron eliminimin e këtij shteti në rast se nuk pranohet ultimatumi që ata kanë dhënë, pra heqja dorë nga luftimet. Okej. Dhe deklarata tjetër thotë që edhe ata që qëndrojnë pas tyre që i ndihmojnë janë terroristë. Pra, dhe bisedat që janë bërë për të futur në këtë grup terroristësh, sepse ky grupi që ndihmon, si thamë, ishte ky grupi që u mblodh në Bruksel, grupi i kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës. Pra, janë 52 shtete. Ka shpallur edhe këta nëse 52 shtete. Dhe në këto 52 shtete që ndihmonin në këtë grup kontakti është edhe Amerika. Dhe bisedat janë me Shtetet e Amerikës janë për të parë, juve jeni pjesë e këtij terrorizmi apo jo? Dhe veprimtaria, pra veprimi i Hekset për mos marrjen pjesë në këtë mbledhje. Është mesazh i pasur që ne nuk jemi dhe s'qëndrojmë pas kësaj, siç qëndrojnë ta të tjerët. Pra definoi që 51 shtetet e tjera, në të cilat hyn edhe Republika e Shqipërisë, pjesë e këtij grupi, Rusia i definoi si shtete terroriste. Pra kemi një retorikë të re, dhe këtë nuk e ka bërë as më përpara. Imagjino, u ndodhi gjithaj sulm vjet në atë qendrën tregtare ku u vran rreth 150 veta, 150 ca veta. Po. Dhe pavarësisht se u bë lidhja me Ukrainën, u bën lidhja të gjitha, u bën lidhja me Britaninë, me gjitha, Putini nuk akuzoi për terrorizëm as Ukrainën as vendet e tjera, ndërsa sot i fut totalisht te terrorizmi. Dhe kjo vjen te ajo e fundit që u thatë që pra kjo tregon që duke qenë terrorizëm atëherë nuk ka për të pasur asnjë takim midis Putinit dhe Zelenskit, sepse ka konsideruar tashmë si terrorist dhe organizatë terroriste qeverinë ukrainase dhe nuk do të ketë takim tillë dhe gjithashtu kemi edhe një deklaratë të Ushakovit, pra të ndihmësit të një prej këshilltarëve të Putinit dje, i cili deklaroi që është hequr në momentin nga tavolina edhe takimi midis Trumpit dhe Putinit. Që diskutoi. Pra me këtë që ndodhi. Pra do me thënë, dhe deklarata e Trumpit që nuk bëhet llaf për paqe, pra nuk janë bisedime për paqe, do me thënë që nuk ka takime dhe lufta do vazhdojë. Dhe do të jetë terreni ai i cili
Tash e mbrapa do të përcaktoj se çfarë do të ndodhi. Po, Dritan, si nisën gjërat me rikthimin e Donald Trumpit, pretendohej që kësaj lufte do jepet fundi, po jo vetëm që s'po jepet fundi, po kalojmë dhe po kapërcejmë në një pikë tjetër ku për herë të parë tentohet goditet arsenali bërthamor në rastin konkret i Rusisë. Ku po shkon gjëja, sepse kësa herët kam thënë në këtë studio që mund të shkojnë, a mund të kemi një përplasje Rusi-NATO, dhe Jeffrey Sachs po shkohet drejt kësaj. Një përplasje Rusi-NATO mund të ketë, po do të kemi një parasysh jo Rusi, kur themi NATO ne këtu përfshimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në aspektin e kësaj Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të përfshihen në këtë përplasje. E gjithë kjo telefonat, dhe gjithë kjo veprimtari telefonike, dhe gjithë kjo që ka ndodhur dhe tërheqja e Hegseth nga pra mos paraqitja e tij në këtë mos pjesëmarrje së Bashkuara të Amerikës në këtë takimin që ndodhi në Bruksel dje, grupin e kontaktit për Amerikën, e cili është NATO dhe Perëndimi së bashku, domethënë që çfarëdo që të ndodhi nesër, ne nuk kemi pjesë e kësaj, jeni të vetëm në përplasje me Rusin. Dhe nuk do të në këtë rast nuk kemi përplasje të NATO-s, sepse nuk ka NATO pa Amerikë, duhet kemi gjë të qartë. Komplet pjesa tjetër. Jo, po nëse Rusia i shpall terroristë dhe i sulmon këto shtete, logjikisht i bie që aktivizohet artikulli 5. Nuk të aktivizohet artikulli 5, për arsye se Rusia nuk do të sulmojë këto shtete. Nuk do të sulmojë këto shtete në territorin evropian. Këto shtete do të sulmojnë në momentin aktualisht do të sulmojnë të gjitha asetet e këtyre shteteve në Ukrainë, që janë aktualisht dhe ato që do të hyjnë nesër. Dhe sërish Rubia deklaroi para 2 ditësh që çfarëdo lloj veprimtarie evropiane në Ukrainë ushtarake nuk do të ketë as gjatë kësaj kohe dhe as pas vendosjes së paqes mbuloj ajrore nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarëdo lloj iniciative europiane, nuk do të ketë garancinë ajrore. Absolutisht. Satelitore në rastin konkret. Dhe kjo është një e nxori Bloombergu e nxori dje pra. Gazeta Bloomberg e paraqiti dje, pra ishte që një lajm i dieshëm i gazetës Bloomberg. Pra kjo do të thotë që amerikanët totalisht e kanë lënë, pra nuk jemi në përplasje midis NATO-s, pra ata që thonë NATO dhe Rusia, do të kemi që parasysh NATO është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dakor, po a nuk është Shtetet Bashkuara të Amerikës dalin jashtë kësaj, atëherë nuk është më NATO, por është vetëm Evropa. Po a nuk është ky një dorëzim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Jo, nuk është një dorëzim i Shtetit Bashkuara. Jo, nuk është një dorëzim i Shtetit Bashkuara të Amerikës përballë Rusisë, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës po kërkojnë të ruajnë atë paqen botërore, pra pavarësisht se kemi një konflikt të limituar në Ukrainë midis Perëndimit dhe Rusisë. Jemi sërish në një konflikt të limituar dhe nuk duhet të shkojmë drejt një lufte të tretë, në rast se duhet të hyjmë për shkak të çmendurisë të evropianëve. Se këtë sulm ti po thua janë europianët që e kanë organizuar dhe Trump nuk ka pas dieni. Për arsye, unë mendoj që Trump nuk ka pasur dieni, Trumpi i është rezervuar një trajtim si punë e kërpudhës, pra në rast se e them si punë trajtimi i kërpudhës, unë e quaj trajtimi i kërpudhës, sepse kërpudha mbahet gjithë në errësirë, që të mos ketë informacion, po që të rritet duhet mbahet në errësirë. Edhe ata Trumpin e mbajnë në errësirë, pra. Deep State e ka mbajtur në errësirë dhe unë mendoj që Trump dhe ja vazhdoj të jemi bindur që Trump nuk ka pasur dieni për këtë gjë. Po si mos ketë dieni për goditjen e aseteve bërthamore. Pra nuk ka pasur dieni përpara. Se kjo është tradhti e madhe pastaj nëse ka ndodhur. Prandaj po them që nuk ka pasur dieni përpara dhe ndaj gjitha veprimet e bëra nga Trump dhe nga administrata Trump në këto 72 orët e fundit tregojnë që ata s'kan pasur dieni. Dhe po e lënë Evropën vetëm. Dhe është Evropa ajo që ka bërë. Pse është Evropa dhe pse vetëm Evropa ka pasur interes ta bëjë këtë? Sepse thash në vizionin strategjik të vendeve evropiane, pra të këtyre anëtarëve të NATO-s. Eliminimi i tyre. Pse është eliminimi i tyre? Sepse në rastin e dërgimit nesër të trupave në Ukrainë, do të kemi një përplasje midis Rusisë dhe NATO-s me këtë. Dhe Rusia ka thënë që çdo lloj veprimtarie ushtarake e tyre do të përballet me veprimtari ushtarake ruse, kundër përgjigjet tyre. Dhe në momentin që këto trupat e NATO-s evropiane, pra të vendeve evropiane të NATO-s që do të shkojnë në Ukrainë, do të përleshen me forcat ruse, automatikisht Rusia rezervon në këtë dhe e ka të drejtën të godasë qendrat e komandimit të këtyre forcave në vendet nga kanë ardhur. Dhe në këtë moment nuk kemi aktivizim të nenit 5. E qartë. Në asnjë moment. Dhe por goditja e këtyre qendrave të komandimit, të cilat janë larg, pra të godasë një qendër komandimi në Bruksel, në Francë, në Angli, nuk mund ta bësh, sepse Rusia ka edhe avion të tjerë bombardues strategjik. Është Su-57 dhe MiG-31. Po Su-57 dhe MiG-31, MiG-31 mban vetëm 3 raketa Kinjal. Su-57 mban 4 raketa Kinjal. Pra, K101. Kurse bombarduesit strategjik bërthamor mbajnë 8 raketa secili
E para dhe kanë kapacitet të lishojnë ata nga 25 deri 27.000 metra lartësi. Dhe mund të lëshojnë dhe mund të godasin, pra ai mund të ngrejë ta zëm 10 avion me 8 raketa secili, 80 raketa. Dhe të godasin me 80 raketa të gjitha qendrat e komandimit të këtyre vendeve të NATO-s europiane në rast të një përleshje. Dhe në rast se ti eliminon këta avion, atëherë këto qendra të komandës nuk mund të rrezikohen totalisht nga kinxhalët që lëshon MiG-31 dhe Su-57. Sepse nuk kanë të njëjtin kapacitet që ka Tupolevi, bombarduesi strategjik. Kuptoni? Pra këtu është qëllimi, pra ky është interesi i vizionit tyre, të shkatarronin këtë në mënyrë që të garantojnë nesër çfarë do të përplasje komandat e tyre në vendet përkatëse ku i kanë. Nuk bëhet llah për Ukrainë, se në Ukrainë ai sulmon me çdo lloj avioni dhe Su-30 mund të lëshojë raketa brenda territorit të Ukrainës. Pra ai eliminon rrezikun e eliminimit të forcave të veta, të komandave të veta në territorin e vet nesër në një përplasje me Rusinë. Pra dritan tu është, e gjitha. Bota po rrezikon shumë në unë nuk mendoj që po rrezikon, nuk kemi nuk kemi një përplasje midis NATO-s dhe Rusisë, kemi një përplasje midis Evropës dhe Rusisë. Dritan, nisur nga kjo telefonata, pak a shumë ato piketa që arrim të lexojmë aty, si do të jetë, sepse Trump thotë që Putin më tha që më duhet të kundërpërgjigjim për këtë që ka ndodhur. Si ta lexojmë këtë, më duhet të. Ne kemi thënë që tashmë ajo çfarë Evropa po bën, pra duke qenë se Evropa ka humbur rrugën e logjikës, pra ka kohë që i ka humbur logjika dhe imagjinoni është shumë e thjeshtë. Pa të mendosh, pra Evropa në fillim dhe vazhdon të deklarojë që neve duam të rrëzojmë, pra çdo lloj veprimi duam që të rrëzohet Putini. Pra po bëjnë veprime ushtarake të nivelit taktik brenda dhe terroriste brenda Rusisë për të ngritur opinionin publik kundër Putinit, në mënyrë që Putini të rrëzohet. Pra kjo është ideja e tyre. Tashmë, bën këto veprime ushtarake që kanë bërë këto veprime terroriste. Dhe çfarë kemi? Kemi vërtet ngritjen e opinionit publik brenda. Por ky opinioni publik brenda tashmë është ngritur dhe kërkon reagim më të ashpër të Rusisë. Pra, jo vetëm që nuk po rrezikon Putinit umasi, po i forcojnë pozitat. Putini rrezikon kombasi i kanë forcuar pozitat. Në rast se Putini nuk reagon, Putini është detyruar të lëshojë vendin. Dhe në vend të tij do vi dikush tjetër i cili do reagojë shumë herë më fuqishëm. Prandaj Putini thotë që jam i detyruar. Dhe në rast se nuk e bën, kjo është humbje politike për të. Te Trumpi që më duhet për shkak se sepse ka këtë presion në këto pozita. Absolutisht në këto pozita. Pra i duhet që të qëndrojë këtij presioni politik të brendshëm. Po ky presion politik i brendshëm nuk do të thotë, nuk është ajo që ka shpresuar Evropa. Pra ky presion politik i brendshëm nuk sjell zhbërjen e shtetit rus. Tërheqje nga lufta, le të themi. Ky presion politik i brendshëm sjell reagim më të ashpër dhe më të fuqishëm ndaj Evropës dhe ndaj këtyre veprimeve europiane dhe ndaj Ukrainës. Pra këto e kanë bërë Rusinë edhe më agresive. Pra kanë bërë Rusinë edhe më agresive, pra kanë gabuar totalisht dhe aktualisht vazhdojnë me ne, domethënë që këtyre ju ka humbur logjika, pra nuk po bëjnë asnjë analizë logjike. Pra Evropës i ka humbur logjika me kohë. Dakor, po vetëm me emocione. Te kundërpërgjigja Dritan, kjo më duhet të reagoj. Absolutisht, për arsye se në Dumën ruse është mbajtur një takim dhe Duma ruse ka kërkuar zyrtarisht tashmë presidentit Putinit që të mbledhë Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Dhe i ka urdhëruar Putinit, pra Duma ruse ka urdhëruar, se Duma ruse urdhëron edhe presidentin e Republikës, të mbledhë Këshillin e Sigurisë Kombëtare, të bëjë një plan të qartë për këtë kundërpërgjigje dhe ta paraqesë këtë plan në Dumën ruse. Në nivelet në çështjet e sigurisë kombëtare, pra në komisionet e sigurisë kombëtare dhe sigurinë dhe atyre të mbrojtjes. Pra plani do jetë serioz. Absolutisht, pra ka kërkuar një plan të qartë dhe serioz. Do ketë miratimin edhe miratimin e Dumës ruse. Prandaj është dashur bisedat midis Trumpit, pra është dashur sepse duke qenë se do të jetë miratimi i Dumës ruse. Dhe Putini i konsideroi si terroristë të gjitha këto tjerat. Ai ishte dashur të bëhet ndaj shapi nga sheqeri. A është edhe Trumpi në këtë pjesë apo s'është? Pra fusim edhe Amerikën këto apo se fusim? Prandaj janë gjitha këto biseda. Dhe kundërpërgjigja do jetë serioze. Serioze në kupton bërthamore Dritan se pak a shumë. Jo,